duke pasur parasysh paralajmërimet cilat ishin shumë të qarta, ndoshta si rrallë herë, që erdhën sidomos nga, po them, Bashkimi Evropian, duke përfshirë aty vende të caktuara, sidomos Gjermaninë që ti e the me të drejtë, a kemi rrezikun se a mund është shumë e ftohtë për ta thënë, dhe ne jemi gjithë shqiptarë, askush nuk e do që kjo gjë të ndodhë, po a rrezikojmë të presim më shumë se sa kaq pikërisht për shkak të këtij vendimi dhe për shkak të qëndresës që bëri Rama dhe mazhoranca në mbrojtje të korrupsionit, në mbrojtje të çështjes Balluku? Shiko, duhet kupton, pak të shqiptarët duhet kuptojnë një gjë. Mos i besojnë fare asaj që thot opozita, mos i besojnë fare asaj që thot që po them unë në këtë moment. Le të besojnë asaj që ka dëgjuar një vit më parë, kur ishte kryeministri Rama, i cili u kërkoi votën sepse u tha është momenti që mos ndalojmë, si më thënë, rrugtimin drejt Bashkimit Evropian që në krye të saj ka të agjendës, kryet biletë të saj ka punën e SPAK-ut dhe mbështetjen maksimale që kjo mazhorancë tha zoti Rama atëherë duhet t'i japë SPAK-ut. Me atë që ka ndodhur vetëm pak ditë më parë, të premten mos gabojmë, ditën kur zoti Rama në vend që t'i shpjegonte shqiptarëve se kush janë këto vende që si thonë që janë tashmë skeptike për rrugtimin e Bashkimit Evropian, kishte ndërmend, kishte hallet të zihej me ambrozia. Pra, sepse kjo na tregon edhe realisht atë se çfarë ka ndodhur. Gjatë asaj konferencë zoti Rama tha se shiko tani ka edhe ca vende të cilat kanë ndryshuar mendje, tha ai, në raport me rrugtimin e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian. Ajo që ne, zoti Rama na fshen ose nuk na thotë të është se pse ka vendosur këto vende, ose cilat janë këto vende që kanë vendosur janë më skeptike tashmë me Shqipërinë, dhe kush janë arsyet. Dhe ne arsyet jemi munduar të themi gjatë gjithë kësaj kohe, vendet nuk janë shumë, po mendoj njëra është Gjermania dhe tjetra është Holanda, po i shtoj Holandën sepse pash ditën e sotme një postim të ndjeshëm fakt të komisioneres për zgjedhjen e zonjës Marta Kos, e cila fliste për një takim që kishte patur me ministrin e jashtëm të Holandës, i cili sipas zonjës Kos mbështet aspiratën ose vizionin e saj si komisionere e zgjerimit për afrimin e vendeve të reja, por kishte vënë theksin tek një postim i saj në Twitter që thoshte që patjetër antarësim të vendeve aspirante, vendeve kandidate, patjetër zgjerim, por asnjëherë pa humbur fokusin tek betejë që do të bëjnë këto vende për luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Po ta shikoni këtë postim të ndjeshëm të zonjës Kos, pas takimit që ka pasur me shefin e diplomacisë holandeze, praktikisht mund ta kuptoni fare mirë që ky postim bën fiks motamo fjalë për atë që ka ndodhur dhe po ndodh në Shqipëri, një vend i cili është në negociata me Bashkimin Evropian, një vend i cili ka probleme serioze me demokracinë, një vend i cili ka probleme serioze me luftën kundër krimit të organizuar, dhe një vend i cili jo probleme serioze, por i vuri vulën dhe vullnetin politik, duke thënë që ne nuk e luftojmë korrupsionin e bëjmë ne. Ne bëjmë sikur e luftojmë korrupsionin, për korrupsion akuzohet liderët e opozitës, por kur korrupsioni vjen tek neve, kur korrupsioni vjen tek zyra e ngjitur me kryeministrin dhe me shumë gjasë edhe tek vetë kryeministri, atëherë ky nuk është një korrupsion, është pastaj në suazën e saj që thoshte ai komediani i famshëm afrikan, që korrupsioni është i keq vetëm kur nuk jam i përfshirë në të. Zoti Rama praktikisht ja ka thënë europianëve që mënyra se si na kërkoni të luftojmë ne korrupsionin, pra që drejtësia të luftojë korrupsionin, është më e keqe dhe është kur më e keqe se sa vetë kura për të luftuar korrupsionin. Pra, çmenduria ka arritur deri në këtë pikë, saqë zoti Rama qartasi për pushtetin e vet personal është duke sakrifikuar rrugtimin e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian, dhe këto shqiptarët duhet ta shikojnë dhe duhet ta peshojnë me shumë